Në Gjirokastër turizmi vijon të ketë rritje. Sot në aerodromin e qytetit të Gurt ka mbërritur avioni i parë turistik me 5 shtetas italian të nisur nga Bari, të cilët kanë përshkruar këtë itinerar për rreth 80 minuta fluturim, ndërsa shprehen se peisazhi që kanë parë dhe shijuar nga ajri është mjaft i bukur. Com'è andato il viaggio? Bellissimo. Çdo gjë shkoi mirë. Kemi fluturuar mbi Shqipëri dhe erdhëm në Gjirokastër në këtë vend kaq të bukur. Është hera e dytë që vi dhe 2 herët koha ka qenë e bukur. Ishte një peisazh i bukur nga vlorat te Pelena dhe këtu. Mendoj që Gjirokastra i ka të gjitha kushtet për një turizëm ajror. Duhet të ndërhyet në disa procedura doganore, por ky është një vend që ka shumë potencial për turizëm ajror sepse pilotët kërkojnë element që në këtë aerodrom duhet të jenë. Kam kujtime të bukura nga ky vend. Per me è la prima volta a Gjirokastra. Il viaggio è andato super bene. Është hera e parë që vi në Gjirokastër, është një vend shumë i bukur me sapash nga lart me avionin tim të vogël, shpresoj të jetë kështu dhe nga afër, besoj se do të kthehem sërish. Turistët italian prej disa vitesh kanë kryer diferencën me vizitorët e huaj që mbërrin në Gjirokastër duke u renditur në krye të listës sa i takon vizitueshmërisë. Prej muajit janar, qyteti i UNESCO-s dhe rrethinat e saj kanë mirëpritur rreth 35.000 turistë, kryesisht të huaj, ndërsa aktivizimi i aeroportit është një risi për guida turistike.